Avokat, do ta nisim me diçka personale, ju kam parë të irrituar një postim në rrjetet sociale për shkak të një gjobe që keni marrë. Ju e quani me prapavi politike, pra një sulm me qëllim. Është absolutisht e vërtetë ajo që them, dhe është absolutisht e argumentuar, sikundër e keni parë nga videoja, sikundër e dim të tërë që këtu ne kemi 50 vjetë që banojnë. Dhe se cili nga ne këtu 6 shkallët që na ka blokuar Edi Rama sa mori pushtetin në 2013, gjëja e parë që bëri, bllokoi rrugën këtu dhe e ktheu në gjasme në kështu në ambient lodrash për fëmijët, në një kohë që parkurinia është i tëri bosh gjatë gjithë ditës dhe fëmijët nuk me leqës ka fëmijët, tani se fëmijët kanë ikur. Por e bëri këtë me kërkesën e atij ndërtuesit oligark Vladimir Kosës që ka bërë pallacin përballë neve, përballë zyrës tonë, dhe unë do të doja që të shikoje, ta kthej çik kamerën në kuptimin që të shikosh. Po, do t'i transmetoj edhe pamjet, edhe pamjet që e momentit të gjopës. Për atë keni fjalën. Po. Po. Nëse unë nuk... Okej, do t'i transmetoj edhe ato. Transmetoj ato dhe jemi në rregull. Sepse edhe tani makina aty është, makina ka viti aty, jo makina ime, po gjitha makinat e tjerëve, por ku bëhet hileja dhe ku është poshtësia e atyre që vinë këtu të Partisë Socialiste që kanë hapur një zyrë, aty kanë marrë një zyrë me qira, do ta them. Këtu është ambient që të gjithë katët e para komplet janë bërë zyra dhe biznese. Pra, kemi 2 dyqane të mëdha zarzavatesh, që të bëjnë shpërndarje zarzavatesh në për entet, në për hotelet dhe restorantet e Tiranës. Ata bëjnë punën e tyre. Ata do jetojnë, nuk kam asnjë kundërshtim. Problemi është që në qoftë se ka ndonjë subjekt që këtu e bën jetën të vështirë, janë pikërisht makinat e këtyre të zarzavateve që e lëvizin gjatë gjithë ditës, me të drejtë ata do shpërndajnë malli se s'kan ku ta çojnë. Mirë, po vendi këtu është i tillë që nuk mund të bësh të tillë tregtie dhe të tillë transporti. Kështu që ata vështirësojnë dhe neve që banojmë këtu. E kemi kërkuar këtë gjë të zgjidhet, nuk duan. Ta zgjidhin kanë, nuk do bashkia që ta zgjidhi. Se mos zgjidhet tani për zgjedhjet, mos ka ndonjë shans them, mos ka ndonjë mundësi. Nuk do bëhen zgjedhje, kështu që nuk ka për të zgjidhur, po ta kam thënë atë, po se përsërit prapë se nuk bëhen zgjedhje. Ka mbaruar e punë, shpreh ai kostum, shpreh me kohë. Megjithatë, pra avokat po ta mbyllë atë çështje, ju mendoni që qëndrimet tuaja kritike kanë sjellë edhe gjobën. Flet fakti, pardje unë bëra një intervistë me kolegun tuaj, pardje bazditë bëra intervistën dhe kritikova partinë në pushtet, dhe dhe në mëngjes erdhën e punë gjoba, kishin 2 vjetë që s'vinin gjoba. Si u kujtuan kështu, fare rastësisht për të bënë gjoba. Këto edhe bufi i di. Madje më vjen keq dhe për këta banorët e tjerë të lagjes, sepse për shkakun tim digjen dhe këta, po s'kam çfarë të bëj, s'mund të blej shtëpinë e tiki. Ju tha ti di dhe bufi, për kë bufe keni fjalën? Urdhon? Ju tha që këto i di dhe bufi. Po për kë bufi? Nuk e kam fjalën për ata bufat e PSD-s, e kam fjalën për bufin zog. Ishte batut, avokat.